A keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen mos pastro të martën? Në traditën shqiptare, kjo është një nga bestytnitë më të vjetra dhe më të përhapura. Të martën, sipas besimeve popullore, nuk duhet të nisej asnjë punë e madhe. Arsyeja lidhet me emrin e ditës, e martë, që mendohej se vinte nga marsi, perëndia e luftës. Një ditë e lidhur me gjak, me sherrë dhe me tërslëk. Prandaj, çdo gjë që bëhej atë ditë rrezikohej të dilte keq ose të sillte fatëzi. Pastrimi i shtëpisë shihej si i rrezikshëm. Nuk mendohej thjesht si heqje pluhuri, por si largimi i bereqetit dhe mbarësisë nga shtëpia. Thuhej se kush pastron të martën, hap derën për grindje mes njerëzve të familjes, për shtërpësi dhe mungesë bollëku. Edhe pse sot shumë kush e sheh thjesht si kuriozitet, kjo bestytni ka mbjetuar brez pas brezi, dhe ndoshta, herën tjetër që të martën të marrësh fshesën, do ta kujtosh këtë besim të lashtë shqiptar.